Tajvani është goditur nga rreshje të dendura dhe përmbytje, ndërsa tajfuni Mekala kalon pranë ishullit në drejtim të Japonisë. Edhe pse stuhia nuk do të zbresë në tokë në Tajvan, brezat e saj periferik kanë sjellë shira të rrëmbyeshëm, veçanërisht në qytetin Kaohsiung dhe zonën Pingtung në jug të vendit. Në disa lagje, uji filloi të grumbullohej që në orët e para të mëngjesit. Banorët thanë se rreshjet e forta vazhduan për disa orë, duke shkaktuar përmbytje në rrugë dhe ambient të biznesi. Një pronar dyqani në distriktin Qishan të Kaohsiung tregoi se uji filloi të hynte rreth orës 4 të mëngjesit dhe u tërhoq përkohësisht kur shiu u dobësua. Por, sapo rreshjet e forta rifilluan, përmbytjet u kthyen përsëri. Në Pingtung, kanalet kulluese nuk arritën të përballonin sasinë e madhe të ujit që ra në një kohë të shkurtër. Disa automjete u bllokuan në rrugët e mbushura me ujë, ndërsa autoritetet lokale thanë se sistemi i drenazhimit nuk mund të përballonte intensitetin e rreshjeve. Deri tani nuk kanë raportuar viktima, por meteorologët paralajmërojnë se rreshjet mund të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të ardhshme. Autoritetet tajvaneze kanë ngritur gatishmërinë, duke monitoruar zonat me rrezik për rrëshqitje dhe përmbytje të reja.